Në ditën e fundit të panajirit të 28 të librit në Tiranë, kishte ende shumë qytetar të interesuar për të blerë botimet e shfaqura në stendat e Pallatit të Kongreseve. Lexuesit u shprehen entuziast për ato çfarë gjeten në këtë panajir. Atmosfera gjithmonë në panajir është e bukur, por kur atmosfera është në panajirin e librit që gjë më e çmuar, është jashtëzakonisht e bukur. Por këtë vit u vure edhe një prani e shtuar e lexuesit më të vogël. Mirë, u mendoj që këtë vit ka më shumë se sa vjet, më që kam qenë dhe vjet, po këtë vit duket që shqiptarët po fillojnë ta përqafojnë më shumë libra. Sa libra ke? 5 deri. Kush janë autorët preferuar? Ermir Nika e parit. Por pavarësisht suksesit në dukje të këtij panajiri, pati edhe paralajmërime për kriza. Ka qenë një vit i mirë, do thosha, problematika natyrisht janë ato të përhershme, që ne kemi që kanë të bëjnë me më shumë veprimtari, më shumë promovime, gjëra që i themi për vit, po ecin shumë ngadalë, domethënë në konceptin e lëvizjes, e lëvizshmërisë, domethënë e zgjidhjes. Me moto ndërgjegjja jon ka nevojë për libra, ky panajir tërhoqi rreth 100 shtëpi botuese nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. E pas 5 ditësh intensive aktivitetesh kulturore, u mbyll duke sjellë edhe reflektim mbi sfidat e industrisë së librit në Shqipëri.